Ndonjëherë sprova më e madhe është ajo që askush nuk e sheh. Jusufi a.s. urret në shtëpinë e Azizit të Egjiptit. Allahu i kishte dhënë bukuri, mençuri dhe moral të lartë, por një ditë sprova erdhi nga aty ku nuk pritej. Gruaja e Azizit filloi ta dëshironte Jusufin a.s. Dhe një ditë ajo i mbylli dyert dhe i tha: "Eja, imagjino këtë moment, askush nuk po e shehte. Dyert ishin të mbyllura, mëkati ishte i lehtë për të bërë." Por Jusufi a.s. më tha: "Ma'adallah, Allah na ruaj." Ai zgjodhi frikën ndaj Allahut mbi dëshirën, mbi epshin dhe mbi mëkatin. Pastaj u largua me vrap drejt erës. Besimi i vërtet nuk tregohet vetëm para njerëzve, por në momentet kur askush nuk të sheh përveç Allahut të lartëmadhëruar. Nëse kjo të prekut, shkruaj Allah na ruaj dhe tërgoja dikujt që ka nevojë për këtë kujtim.